Zonja dhe zotërin përshëndetje, unë jam Jon Çeku dhe ky është edicion informativ. Të paktën 3 persona, përfshirë një efektiv policie, humbën jetën pas një shkëmbimi zjarri në Montreal. Kryeministrja e Quebecut, Christine Frechette, deklaroi se Montreali mbetet një qytet i sigurt, ndërsa autoritetet po hetojnë ngjarjen. Një ngjarje e rëndë ka tronditur qytetin e Montrealit, ku një shkëmbim zjarri ka lënë të vdekur 3 persona, përfshirë një oficer policie. Sipas autoriteteve, incidenti nisi pasi një qytetar telefonoi numrin e emergjencës 911 për të raportuar një person që po qëllonte nga një ndërtesë. Kur forcat e policisë mbërritën në vendngjarje, shpërtheu një përplasje me armë zjarri mes të dy palëve. Policia bëri të ditur se mes viktimave janë një efektiv policie, një civil dhe autori i dyshuar i sulmit. Shefi i policisë së Montrealit, Fadi Daguerre, deklaroi se i dyshuari përdori një armë me rrezet të gjatë veprimi dhe se nuk ka indicie për personat të tjerë të përfshirë në sulm. Pas ngjarjes, kryeministrja e Quebecut, Christine Frechette, doli në një konferencë për shtyp ku përpoqte të qetësonte opinionin publik. Ajo theksoi se Montreali vazhdon të jetë një qytet i sigurt, megjithëse pranoi se tragjedia ka tronditur jo vetëm banorët e qytetit, por edhe të gjithë provincën e Quebecut. Frechette shprehu ngushëllimet e saj për familjet e viktimave dhe tha se siguria publike mbetet prioritet absolut për qeverinë. Ajo shtoi se autoritetet po shqyrtojnë përmirësimin e mjeteve dhe metodave që përdoren nga forcat e rendit për të përgjigjur situatave të tilla. Ngjarja ka shkaktuar reagime të shumta në Kanada, ndërsa hetimet vazhdojnë për të zbardhur plotësisht rrethanat e incidentit. Autoritetet sigurojnë se situata është nën kontroll dhe se nuk ka rrezik të mëtejshëm për qytetarët. Presidenti Amerikan, Donald Trump, paralajmëroi se do të ndërmarrë veprime nëse Irani nuk respekton marrëveshjen e arritur së fundmi me Washingtonin. Ai theksoi se SBA mund të rikthejë shpejt masat e bllokadës ekonomike dhe detare ndaj Teheranit. Tensionet me Shtetet e Bashkuara dhe Iranit mbeten të larta pavarësisht marrëveshjes së përkohshme të arritur së fundmi mes dy vendeve. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se është i gatshëm të veprojë nëse Teherani nuk zbaton detyrimet e marra në kuadër të marrëveshjes me Washingtonin. Gjatë një deklarate për mediat, Trump tha se do të bëjë atë që duhet të bëjë, në rast se Irani nuk respekton kushtet e dakorduara. Ai kujtoi gjithashtu bllokadën e përparshme ndaj Iranit, duke pretenduar se ajo kishte pasur ndikim më të madh se sa sulmet ushtarake. Sipas Trump, SBA-ja është në gjendje të rikthejë masat të ngjashme brenda një kohe shumë të shkurtër, nëse e konsideron të nevojshme. Në deklarat ishte i pranishëm edhe sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth, i cili tha se forcat amerikane janë të gatshme të veprojnë në çdo moment nëse kërkohet. Presidenti amerikan komentoi gjithashtu raportimet për lehtësimin e disa sanksioneve ndaj naftës iraniane. Ai tha se fondet e zhbllokuara duhet të përdoren për blerjen e ushqimeve dhe produkteve bujqësore, kryesisht nga Shtetet e Bashkuara. Marrëveshja e përkohshme mes SBA-s dhe Iranit u nënshkrua javën e kaluar nga Trump dhe presidenti iranian Masoud Pezeshkian, më shumë se 3 muaj pas përshkallëzimit të konfliktit në lindjen e mesme, ku përfshin sulme mes Iranit, Izraelit dhe objektivave amerikane në rajon. Megjithse marrëveshja ka ulur përkohësisht tensionet, deklaratat e fundit tregojnë se mosbesimi mes palëve mbetet i madh. Analistët vlerësojnë se respektimi i kushteve të marrëveshjes do të jetë vendimtar për të shmangur një krizë të re në rajon dhe për të ruajtur stabilitetin e brish të arritur javët e fundit. Shtetet e Bashkuara kanë pezulluar për 60 ditë sanksionet ndaj Iranit pas raundit të parë të bisedimeve për paqe në Zvicër. Ndërkohë, luftimet në Liban janë zbutur ndjeshëm, por tensionet mbeten të larta për shkak të mosmarrëveshjeve mbi programin bërthamor iranian dhe operacionet izraelite. Një zhvillim i rëndësishëm diplomatik mund të shënojë fillimin e një periudhe të re në lindjen e mesme. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur të pezullojnë për 60 ditë sanksionet ndaj Iranit, pas bisedimeve të parë të zhvilluara në kuadër të një marrëveshjeje të re paqeje. Vendimi i Washingtonit i lejon Iranit të rifillojë eksportet e naftës, ndërsa të dyja palët synojnë të arrijnë një marrëveshje të përhershme brenda 2 muajve të ardhshëm. Pas takimeve në Zvicër, zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance u shpreh optimist për progresin e arritur. Ai tha se bisedimet kanë vendosur themelet për një lindje të mesme më të qëndrueshme, megjithse mbetet ende shumë punë për të bërë. Një nga objektivat kryesore të marrëveshjes është përfundimi i luftimeve në Liban dhe garantimi i lundrimit të sigurt në ngushticën strategjike të Hormuzit, një rrugë jetike për tregtin globale të energjisë. Autoritetet raportojnë se gjatë ditëve të fundit është vërejtur një qetësie qëndrueshme në Liban, pas një fundjavë që rrezikoi seriozisht zbatimin e marrëveshjes.
Megjithatë, sfidat mbeten të shumta. Irani vazhdon të mohojë se programi i tij bërthamor është pjesë e negociatave, ndërsa zyrtarët amerikan thonë se Teherani ka pranuar hyrjen e inspektorëve ndërkombëtar bërthamor. Presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi se Irani duhet të respektojë plotësisht marrëveshjen. Ai deklaroi se nëse Teherani nuk i përmbahet detyrimeve të marra, SBA do të marrë veprime që i konsideron të nevojshme. Ndërkohë, Izraeli, që nuk është pjesë e marrëveshjes, ka bërë të ditur se do të vazhdojë operacionet ushtarake në jug të Libanit. Kryeministri Benjamin Netanyahu deklaroi se ushtria izraelite do të vazhdojë të veprojë kundër çdo kërcënimi që vlerësohet si rrezik për sigurinë e vendit. Pavarësisht pasigurive, tregjet ndërkombëtare reaguan pozitivisht në zhvillimeve. Çmimet e naftës rënë me rreth 3%, ndërsa trafiku i cisternave në ngushticën e Hormuzit ka rifilluar gradualisht, duke sjellë shpresa për stabilitet më të madh ekonomik dhe politik në rajon. Protestuesit kanë hyrë në kantierin e një projekti turistik në Kakome, ku kanë thyer xhama dhe kanë rrëzuar kontenjer. Zemërimi ndaj projekteve të rezorteve luksoze dhe pakënaqësia ndaj qeverisë po nxisin protesta në mbar vendin. Tensionet kundër projekteve turistike në Bregdetin shqiptar janë përshkatëzuar, pasi protestuesit kanë dëmtuar një kantier ndërtimi në zonën e Kakomes në jug të vendit. Pamjet të publikuara nga vendngjarja tregojnë protestues që thyejnë xhama, rrëzojnë kontenjer dhe hyjnë në territorin e projektit, duke shprehur kundërshtimin e tyre ndaj zhvillimeve turistike që sipas tyre rrezikojnë mjedisin dhe interesin publik. Ngjarja ndodhi në Kakome, një nga zonat më të njohura bregdetare të jugut të Shqipërisë. Sipas raportimeve, projekti i sulmuar nuk ka lidhje me rezortin e planifikuar nga kompanitë të lidhura me Jared Kushner, dhëndrin e presidentit amerikan Donald Trump. Megjithatë, protestuesit e konsiderojnë atë pjesë të njëjtit model zhvillimi, që po kundërshtohet në shumë zona të vendit. Prej javësh, protestat të ngjashme janë zhvilluar në Shqipëri, kundër projekteve të rezorteve luksoze në zona të mbrojtura ose me vlera të veçanta natyrore. Aktivistët e banorët lokal shprehen të shqetësuar për ndikimin që këto investime mund të kenë në mjedis dhe në aksesin publik ndaj Bregdetit. Ndërkohë, protestat kanë marrë edhe një karakter më të gjerë politik. Përveç kundërshtimit të projekteve turistike, shumë pjesëmarrës po kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama, duke shprehur pakënaqësi ndaj mënyrës së qeverisjes dhe politikave të zhvillimit. Autoritetet nuk kanë dhënë ende një bilanc të dëmeve materiale, ndërsa mbetet për të parë nëse tensionet do të vazhdojnë të përshkallëzohen në ditët në vijim. Protestat kundër projekteve turistike po kthehen gjithnjë e më shumë në një debat kombëtar për zhvillimin, mjedisin dhe të ardhmen e Bregdetit shqiptar. Merlin, rosaku i famshëm që u bë fenomen viral gjatë Kupës së Botës, është takuar me presidentin e Meksikës Claudia Sheinbaum. I veshur me fanellën e Meksikës dhe i njohur për dashurinë ndaj tacos me carnitas, Merlin tashmë konsiderohet maskota jo zyrtare e turneut. Nga rrugët e mbushura me tifoz deri në pallatin presidencial, kjo është historia e pazakontë e Merlinit, rosakut që është ndërruar në një fenomen viral gjatë Kupës së Botës dhe që tashmë konsiderohet maskota jo zyrtare e turneut. Të hënën, Merlin u prit në një takim të veçantë nga presidentja e Meksikës Claudia Sheinbaum, gjatë një konferencë publike në Mexico City. Rosaku u bë i famshëm pas ndeshjes së hapëse të Kupës së Botës më 11 qershor, ku u pa duke ecur mes turmave festive në bulevardin e Reforma të kryeqytetit meksikan. Pamjet e tij me fanellën e ekipit kombëtar pushtuan në rrjetet sociale dhe e kthyen në një nga figurat më të dashura të turneut. Pronarja e tij, Carla Yvette Gomez, prezantoi Merlinin para presidentes si bebja e shtëpisë. Ajo tregoi se Rosaku ka një dietë të veçantë me ushqim për shpend, perime, fruta, peshë të vegjël dhe insekte, por ka edhe një dobësi të veçantë. Sipas saj, çdo të diel, Merlin shijon një taco me carnitas, një nga gatimet tradicionale më të njohura në Meksik. Merlini është vetëm 2 vjeç dhe ju dhurua familjes nga një klient. Ai njihet gjithashtu për kopucet e vogla që mban në këmbë për të mbrojtur putrat gjatë shëtitjeve të gjata, pasi sipas familjes së tij i pëlqen shumë të eci. Fama e papritur e Rosakut mund të sjellë përfitime edhe për familjen e tij. Pronarja ka bërë të ditur se po punon për regjistrimin e markës Merlin, ndërsa presidentja Sheinbaum deklaroi se familja do të marrë mbështetje, pa dhënë detaje të mëtejshme. Nga një dhuratë thjesht familjare në një simbol të Kupës së Botës, historia e Merlinit po vazhdon të fitojë zemrat e tifozëve jo vetëm në Meksik, por në mbar botën.
Argentina mposhti Austrinë me rezultatin 2-0 dhe siguroi kualifikimin në fazën me eliminim direkt të Kupës së Botës. Kapiteni legjendar Lionel Messi shënoi të 2 golat dhe u bë golashënuesi më i mirë në historinë e turneut. Fest në Argentinë dhe kudo ka tifoz bardhkaltër. Kombëtarja Argentinase ka siguruar kualifikimin në fazën tjetër të Kupës së Botës pas fitores 2-0 ndaj Austrisë, fal një tjetër paraqitje historike të kapitenit Lionel Messi. Ndeshja nisi me emocione të forta për tifozët e Argentinas. Messi humbi një penallti në pjesën e parë, duke ngritur frikën se Austria mund të përfitonte nga momenti dhe të ndëshkonte kampionët të fuqi. Por në pjesën e dytë, ylli 38 vjeçar tregoi edhe një herë pse konsiderohet një nga futbollistët më të mëdhenj të gjitha kohërave. Ai realizoi 2 golat e fitores dhe vendosi një rekord të ri në historinë e Kupës së Botës, duke arritur në 17 dhe më pas 18 gole në turne. Në Buenos Aires, mijëra tifoz përjetuan një mbrëmje plot tension dhe gëzim. Pas zhgënjimit të penalltisë së humbur, rrugët e kryeqytetit shpërthyen në fest sapo Argentina kaloi në avantazh. Entuziazmi nuk u konfizua vetëm në Amerikën e Jugut. Në Dhaka, mijëra tifoz u mblodhën për të ndjekur ndeshjen. Argentina gëzon një popularitet të jashtëzakonshëm në Bangladesh dhe shumë tifoz shpresojnë që Messi të mbyll karrierën e tij në Kupën e Botës me një tjetër triumf. Me këtë fitore, Argentina grumbullon 6 pikë në grupin J dhe siguron kalimin në fazën e 32 skuadrave më të mira, duke pasur ende një ndeshje për të luajtur në grup. Ndërsa rekordi i ri i Messit po bën e honë në mbar botën, tifozët Argentinas besojnë se kjo mund të jetë një tjetër histori e madhe drejtlavdisë për kampionët të fuqi të botës. Të paktën 13 persona humbën jetën dhe 66 të tjerë u plagosën pas një shpërthimi në një impiant përpunimi gazi në kompleksin industrial Ras Laffan në Katar. Autoritetet deklaruan se bëhet fjalë për një aksident industrial dhe jo për një akt sabotimi apo sulm. Një shpërthim i fuqishëm në një nga objektet më të rëndësishme energjetike të Katarit ka shkaktuar të paktën 13 viktima dhe 10 të plagosur. Ngjarja ndodhi në impiantin e furnizimit me gaz Barzan, brenda kompleksit industrial Ras Laffan, një nga qendrat më të mëdha të prodhimit dhe përpunimit të gazit natyror të lëngshëm në botë. Ministri i Energjisë i Katarit, Saad Al-Kaabi, bëri të ditur se shpërthimi dhe zjarri ndodhen të dielën në mbrëmje. Ai theksoi se hetimet paraprake tregojnë se bëhet fjalë për një aksident industrial dhe jo për sabotim apo veprim armiqësor. Sipas autoriteteve, 13 persona humbën jetën, ndërsa 66 të tjerë mbeten të plagosur. Viktimat ishin shtetas të Indisë dhe Pakistanit. Autoritetet thanë se asnjë prej të plagosurve nuk ndodhet në rrezik për jetën. Pamjet e regjistruar nga dëshmitarët treguan flak të mëdha portokalli dhe shtollunga të dendura tymi që ngriheshin mbi kompleksin industrial gjatë natës. Shpërthimi u ndje edhe në zonat e larta të kryeqytetit Doha, duke shkaktuar panik mes banorëve. Kompleksi Ras Laffan ka rëndësi strategjike për tregun global të energjisë. Katari është një nga eksportuesit më të mëdhenj të gazit natyror të lëngshëm në botë dhe rajoni i Gjirit ka qenë në tension të lartë gjatë muajve të fundit për shkak të konfliktit me Iranin. Megjithatë, ministri i energjisë siguroi se shpërthimi nuk ka ndikuar në kapacitetet eksportuese të Katarit dhe se nuk ekziston rrezik për mjedisin. Impianti do të qëndrojë i mbyllur derisa të përfundojë vlerësimi i dëmeve dhe të hartohet plani i riparimit. Autoritetet kanë nisur një hetim të plot për të zbardhur shkaqet e aksidentit, ndërsa vendi po mban zi për viktimat e një prej incidenteve industriale më të rënda të viteve të fundit. Lideri i Reform UK, Nigel Farage, ka kërkuar zgjidhje të përgjithshme pas dorëheqjes së kryeministrit Keir Starmer. Ai argumenton se lideri i ardhshëm nuk do të jetë zgjedhur drejt për drejt nga votuesit britanik, duke pritur presionin për një votim të ri kombëtar. Kriza politike në Britaninë e Madhe po thellohet pas dorëheqjes së kryeministrit Keir Starmer. Lideri i Reform UK, Nigel Farage, ka bërë thirrje për zhvillimin e zgjedhjeve të përgjithshme sa më shpejt të jetë e mundur. Farage tha se largimi i Starmer tregon një dështim politik dhe se qytetarët britanik duhet të kenë mundësinë të vendosin për udhëheqjen e ardhshme të vendit. Sipas tij, Britania po shkon drejt një periudhe të re të paqartësie, pasi kryeministri i ardhshëm mund të marrë postin pa u votuar drejt për drejt nga populli në zgjedhje kombëtare. Ai kritikoi gjithashtu faktin që shumë nga politikat e qeverisë laboriste, sipas tij, nuk ishin pjesë e programit elektoral të vitit 2024. Farage e përshkroi situatën si një tjetër shenjë të paqëndrueshmërisë politike që ka përfshirë Britaninë vitet e fundit. Ndërkohë, gara për zëvendësimin e Starmer duket se po anon drejt Andy Burnham,
një politikan me karrierë të gjatë brenda Partisë Laboriste. Burnham ka marrë mbështetje nga figura të tjera të rëndësishme të partisë, duke rritur mundësinë që ai të zgjidhet pa një garë të ashpër brenda laboristëve. Procesi zyrtar për zgjedhjen e liderit të ri pritet të nisë më 9 korrik. Nëse do të ketë garë, lideri i ri mund të konfirmohet deri në shtator, ndërsa nëse arrihet një marrëveshje e brendshme, ai mund të marrë rretimin më herët. Ndërsa Partia Laboriste përgatitet për ndryshimin e udhëheqjes, opozita po kërkon zgjedhje të reja, duke e kthyer krizën brenda qeverisë në një betejë më të gjerë për të ardhmen politike të Britanisë. Një fenomen meteorologjik i quajtur Omega Block po shkakton valën e fuqishme të nxehtit që ka përfshirë Europën, duke sjellë temperatura mbi 40 gradë Celsius. Ekspertët paralajmërojnë se ndryshimet klimatike po i bëjnë këto episode ekstreme edhe më të forta. Europa po përballet me një nga valet më të forta të nxehtit të viteve të fundit, ndërsa temperaturat po afrohen edhe në disa zona po kalojnë 40 gradë Celsius. Sipas ekspertëve të motit, pas kësaj vape ekstreme qëndron një model atmosferik i quajtur Omega Block, një fenomen që merr emrin nga forma e shkronjës greke omega. Ky model krijon një zonë me presion të lartë që bllokon lëvizjen normale të masave ajrore. Si rezultat, ajri nxehtë nga Afrika e Veriut dhe shkretëtira e Saharas shtyhet drejt Europës dhe qëndron i bllokuar për ditë të tëra. Ekspertja e motit ekstrem, Claire Barnes, shpjegon se ky konfigurim atmosferik sjell jo vetëm temperatura shumë të larta, por edhe mungesë ere, duke mos lejuar freskimin natyror të ajrit. Në Francë, temperaturat në zonën e Bordeaux pritet të kalojnë 42 gradë Celsius, ndërsa autoritetet kanë vendosur alarm të kuq për 10 zona. Në rajonin e Bordeaux, 3 persona të moshuar humbën jetën gjatë fundjavës për shkak të problemeve shëndetësore të lidhura me vapën. Edhe Britania e Madhe është prekur nga vala e të nxehtit. Shërbimi meteorologjik britanik ka paralajmëruar se temperaturat në jug dhe qendër të Anglisë, si dhe në disa zona të Walesit, mund të kalojnë 39 gradë Celsius. Ekspertët thonë se ndryshimet klimatike po ndikojnë në intensitetin e këtyre fenomeneve. Sipas tyre, valet e të nxehtit në Europë tashmë po arrin temperatura disa gradë më të larta se sa do të ishin pa ndikimin e ngrohjes globale të shkaktuar nga aktiviteti njerëzor. Me vapën që vazhdon dhe paralajmërimet aktive në shumë vende, autoritetet europiane u kërkojnë qytetarëve të shmangin ekspozimin e gjatë në diell, të pinë ujë dhe të tregojnë kujdes të veçantë për të moshuarit dhe personat vulnerabël. Australia po përgatitet të tërheqë disa nga përfitimet më të rëndësishme fiskale për investitorët e pasurive të paluajtshme në reformën më të madhe të dekadave të fundit. Ekspertët paralajmërojnë se çmimet e pronave mund të bien deri në 80%, ndërsa shumë investitorë po presin të shohin si do të reagojë tregu. Tregu australian i pasurive të paluajtshme po përballet me një ndryshim historik që mund të transformojnë mënyrën se si ndërtohet pasuria në vend. Qeveria australiane ka njoftuar se do të heqë disa nga lehtësitë kryesore fiskale për investorët të pronave në një përpjekje për të reduktuar pabarazitë ekonomike mes brezave dhe për të krijuar më shumë mundësi për blerësit e rinj. Ndryshimet përfshin eliminimin e zbritjes së taksës mbi fitimet kapitale nga korriku i vitit 2027, si dhe kufizimin e sistemit të njohur si negative gearing, që u lejonte investitorëve të kompensonin humbjet nga pronat me të ardhurat e tatueshme. Në Sydney, ankanët e pronave po tregojnë tashmë shenja ftohjeje. Pranë plazhit të famshëm Bondi Beach, një shtëpi 3 katëshe doli në ankant pa marrë asnjë ofertë, pavarësisht pranisë së blerësve të mundshëm. Sipas të dhënave të tregut, norma e shitjeve të suksesshme në ankande ka rënë në 50% në nivel kombëtar, niveli më i ulët që nga periudha e pandemisë. Analistët vlerësojnë se çmimet e pronave mund të bien deri në 10% në vitet e ardhshme, ndërsa investitorët po rishikojnë strategjitë e tyre. Shumë prej tyre po zgjedhin të presin përpara se sa të bëjnë blerje të reja, duke argumentuar se është ende herët për të kuptuar ndikimin real të reformave. Për dekada me radhë, investimi në prona ka qenë një nga mënyrat kryesore për të krijuar pasuri në Australi. Tani, me ndryshimet e reja fiskale, vendi mund të jetë duke hyrë në një epokë të re, ku tregu i pasurive të paluajtshme nuk do të jetë më rruga e sigurt drejt pasurimit që ka qenë për brezat të tërë australianësh. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.ca. Bashk, mirupafshim.